njerëzit janë të fundit, I shikoni vetë lajmet, gjërat që ndodhin në gjithë botën, se çfarë ndodh, edhe Zoti jon Jezus Krisht na ka paralajmëruar se kur ti shikoni këto gjëra, ngrini kokat tuaja sepse u afrua skirimi juaj. Lavdi Zotit, Sigurisht që në botë na thot Zoti do keni mundime, por thot unë e munda botën dhe ju do ta mundi atë. Në emër të Jezus Krishtit, nuk kemi forcë. Gjithë secili nga ne, unë I pari, jam më I dobët. Por me Zotin Jezus Krisht do fitojmë çdo betejë. Nuk mundemi ne vetëm, sepse lufta jo nuk është kundër miqit të gjatë, por është kundër djallit dhe demonëve të tij. Nuk kemi forcë ne. Djalli është shumë I fuqishëm, është shumë dinar, I di të përdorë shumë luftën, e di ku sulmon, e di ku është pikë e dobët, por ne do ta kundërshtojmë atë në emër të Jezus Krishtit. Vetëm ai ka fuqinë dhe pushtetin që të na japë fitoren, na sirojnë nga çdo gjë e kësaj bote. Nga mërzitja, nga problemet, nga vështirësitë, Zoti thot lëreni gjithçka tek mua. E jeni të kundër, të lodhur dhe të mundur. Dhe lëreni barën mbi mua. Falenderojmë Zotin tonë Jezus Krisht. Është për kurën e tij. Unë do lexoj disa vargje me hirin e Zotit tonë Jezus Krisht, kapitulli 20. Ungulli sipas Gjonit, edhe Zoti na japi në ato që kemi nevojë. Por ditën e parë pas së shtunës në mëngjes, kur ishte ende errët, Maria Magdalena shkoi te varri dhe pa se guri ishte hequr nga varri. Atëherë rendi te Simon Pietri dhe te dishekulli tjetër, të cilin Jezusi e donte, dhe u tha atyre: "E kanë hequr Zotin nga varri dhe nuk e dim ku e vunë." Atëherë Pietri dhe dishekulli tjetër dolën jashtë dhe u nisën për te varri. Rendin të dy bashkë, por dishekulli tjetër rendi përpara më shpejt se Pietri të arriti I pari te varri. Edhe si u përkul, pa pëlhurat prej lirit që ishin në varr, por nuk hyri aty. Atëherë edhe Simon Pietri, që po e ndiqte, hyri në varr dhe pa pëlhurat prej lirit që ishin për tokë. Dhe rizën që ke vënë mbi kokën e Jezusit, ajo nuk ishte bashkë me pëlhurat, por ishte palosur në një vend veç. Atëherë hyri edhe ai dishepull tjetër, që kishte arritur I pari te varri, por pa edhe besoi. Ata në fakt nuk e kishin kuptuar ende shkrimin, sipas të cilit ai duhet të ringjallej së vdekurisht. Pastaj dishepullët u kthyen përsëri në shtëpi. Por Maria kishte mbetur jashtë varrit dhe po qante, dhe duke qarë u përkul brenda varrit. Dhe pa dy engjëj të veshur me të bardha, ndenjur njëri te kryet e tjetri te këmbët e vendit ku që trupi I Jezusit. Ata I thanë: "O grua, pse po qan?" Ajo përgjigj atyre: "Sepse e kanë hequr Zotin tim, dhe nuk e di ku e kanë vënë." Si tha këto, ajo u soll prapa dhe pa Jezusin që qëndronte në këmbë, por ajo nuk e dinte se ishte Jezusi. Jezusi tha: "O grua, pse po qan? Kë kërkon?" Ajo duke menduar se ishte kopshtari I tha: "Zot, po e pa të hequr ti, më tregua ku e vure, edhe unë do ta marr." Jezusi tha: "Mari." Dhe ajo atëherë u kthye dhe I tha: "Raboni", që do të thotë mësues. Jezusi I tha: "Mos më prek, sepse ende nuk u ngjita te ati im, por shko te vëllezërit e mi dhe u thuaj atyre, sepse unë po ngjitem tek ati im dhe ati juaj, te Perëndia im dhe Perëndia juaj." Atëherë Maria Magdalena shkoi t'u njoftoi dishepullëve që kishte parë Zotin, se ai I kishte thënë këto gjëra. Amin. Deri. Falenderojmë Zotin tonë, një mëdha vëllezër, fjalën e tij të shenjtë. Halleluja. Thamë që besojmë ke një Zot që është I gjatë.
sigurisht që Zoti jon Jezus Krisht u kryqëzu në kryqin e Golgotës. E varrosë, por ditën e tretë u ringjall. Edhe sot është në të djathtë Perëndis, kur ndërmjetëson për ne të gjithë. Është ai që ndërhyn për ne që ati Perëndi gjithmonë, për çdo problem që kemi, për çdo vështirësi që kalojmë. Nuk mundemi që të drejtohemi asnjë personi, sepse Apostulli Pjetër thotë, nuk ka emër tjetër as në qiell dhe as në tokë, që është dhënë njeriu për shpëtim përveç se nëpërmjet Jezus Krishtit. Dhe falenderojmë Zotin që kemi pranuar, kemi besuar në emrin e Tij, që është Biri i Perëndis, është shpëtimtari jon, erdhi këtu në tokë, mori trajtën e shërbëtorit, u bë ngjashëm me njerëzit, jetoi si neve për 33 vjet e gjysmë gati, edhe në fund shkoi në kryqin e Golgotës, duke hapur krah, duke e gozhduar. E falenderojmë Zotin. Këtë Zoti jon Jezus Krisht e tha Nikodemit, kur shkoi natën tek Jezusi dhe diskutuan, sepse tha, e dim që ti je një mësues i ardhur nga Perëndia. Për shkak veprave, sepse shikoni veprat gjithë që bënte Zoti jon Jezus Krisht, dhe nuk kishin dyshim. Atyre që Perëndia u kishte dhënë zbulim, dhe neve Zoti na ka dhënë zbulim sot, që nëpërmjet Shkrimit të Shenjtë të njohim Jezus Krishtin, që është i dërguari i Perëndisë. Falenderojmë Zotin. Këtu jemi pak. Po vllai në fillim tha, ku 2 dhe 3 jam mbledhur në emrin tim, në mes tyre jam unë. Dhe Zoti jon Jezus Krisht sot është midis nesh. Do dhe sot që na tregoj fuqinë e Tij, ndryshimin, po dhe neve do të jemi gati, mos largohemi, mos themi kur Zoti jon, çfarë ka ndodhur, e nuk do t'i kushtojmë mundësi përshpërimave që i ligu vjen na përshpëritën vesh, sepse atë punë ka, vjen dhe përshpërit mua të parit, që nuk e i denjë, ke kohën pa marrë trupin dhe gjakun e Zotit, larg kishës, dhe kjo mundonte, dhe më mundon gjithmonë kur ikim në Greqi, sepse nuk mundemi marrim trupin dhe gjakun e Zotit, të djojmë fenë e Perëndis, megjithëse ka mënyra për ta dëgjuar, por na mungon kisha. Sepse Zoti kur do vinë, do marrin kishën e Tij. Nuk do të largohemi nga vendi që Zoti na ka vendosur. Falenderojmë Zotin edhe një herë shumë për juve, që jeni dhe qëndroni, edhe duhet qëndroni, sepse shpërblimi që ka bërë Zoti për gjithë secilin nga ne këtu është shumë i madh. Nuk mund të krahasohet me asgjë. Me gjithë gjërat e botës, me gjithë botën nuk krahasohet. Sepse vetë Zoti jon Jezus Krisht na thotë, çonsi ka për njeriu nëse fiton gjithë botën edhe humbet shpirtin e tij. Njerëzit sot interesohen që të kenë një karrierë, të kenë pasuri, të kenë një makinë apo 2, të kenë një pallat, të shkojnë njerëzit sot në këtë botë, por neve na intereson betëria e qiellit. Na intereson banesa e përjesshme. Perëndia ka përgatitur për neve banesa lart në qiell. Gjithçka që shikojmë është tronditur. Dhe njerëzit vetë të diturit janë tronditur, por djalli i man skllëvët të tij. Ka forcën,
kanë armët, kanë ushtrin, kanë gjithçka, por nuk kanë Zotin. Dhe gjithmonë flenë të merur, ta them. Me bodyguard, me polici, me ushtri, të rrethur. Falenderoj Zotin sepse Perëndia për neve ka vendosur lenjë. Perëndia na ka vendosur si mbrojtje engjëjt e tij rreth nesh. Ata janë mbrojtje. Vetë Zoti lutet, u lut, po të lexojmë më përpara te kapitulli 17 të Ungjillit të Pasionit, na thotë lutem vetë për ta, por dhe ata që do besojnë në emrin tim në fëmijët tyre. Dhe Zoti jon Jezus Krisht lutet për ne vazhdimisht. Duhet lutemi edhe ne dhe të falenderojmë Zotin. Ti jemi mirënjohës. E falenderojmë shumë Zotin tonë Jezus Krisht për gjitha gjërat që ka bërë, ka përgatitur edhe për robimin e kishës akoma, që neve presim. Jetojmë në ditët e fundit. Po unë qërë pa në kuptu për vetën time. Këtë zbulim ka dhe Zotin. Që jetojmë në ditët e fundit dhe presim rëmbimin e kishës. Gjithë se cili duhet lutet që lampat t'jenë të mbushura. Të mbushime me frymë me shenjë. Nuk flasim për fëmijët e vegjël, flasim për neve të mëdhenj. Jemi gati sepse ajo ditë do vinë si një vjedhës në ato fjalë. Është të bekuar me Zotin tonë Jezus Krisht. Këtu ne lexojmë me vizë Zoti jon Jezus Krisht i pati njoftur, i pati paralajmëruar dishepujt, që po shkojnë në Jeruzalem, dhe atje birin e njeriu do ta marrin, do ta arrestojnë, do ta kështrajtojnë, do ta kryqëzojnë, do ta varrosin, po ditën e tretë do ringjallën. Para disa ditësh ishte që Pashka, gjithë dim, basat e Andrea ka lexuar, ka folur, gjithë vëllezërit, por nuk të vendosi Zoti sot lexoja në lidhje me Zotin tonë të ringjallur. Krishti u kryqëzu në moshën 33 vjeçit e gjysmë dhe kanë kaluar gati afërsisht po vend 2000 vjet, ku si themi me shifra, dhe Zoti sot është i gjallë. Nuk vdes më Krishti. Nuk vjen më të njerëzit ta shikojnë kryq. Krishti në kryq është për gjithë ata që besojnë. Krishti ka në kryq dërgjakun e tij akoma për ata që besojnë dhe e kërkojnë atë sot. Qose nuk e kanë pranuar, qose nuk e kanë pranuar Zotin Jezus Krisht, qose nuk e besuar që Zoti Jezus Krisht sot është i gjallë dhe jeton një jetëvet, sot të themi Zot, nuk do të largohem, nuk do të iki, pa më treguar që je i gjallë. Sepse ata që besojnë që Jezus Krishti është i gjallë, ata do ta shikojnë e i tij. Ata do ta shikojnë ballë për ballë. Ne do ta shikojmë që besojmë që Jezus Krishti u kryqëzoi në kryqin e Golgotës, por sot është i gjallë dhe është në të djathtë Perëndis. Ku ndërmjetëson për ne. Natë dhe ditë, ndërhyjmë përpara Atit. Prandaj për çdo problem, për çdo vështirësi që kemi, ku të shkojmë? Tek njeriu, atje ku ti jesh, në shtëpi, në punë, në udhëtim, thosh Zot, kam nevojë për ndihmën tënde. Kam nevojë të ndihmosh. Po neve që kemi vite, po mbushën avash, edhe për mua gati
të 30 vjet që kam njohur Zotin, edhe shumë merë përzohemi, po ku të vejmë? Të ke Zotë jonë Jezus Krisht. Atje të vejmë, atje të gjemë ngushullim. A jo ngushullu së vejmë. Ku të vejmë? Të vejmë i ke njërësit. Të psikolog, në falim vajzë, nuk ati, ka të bënë me psikologi, por sigurisht që por Zotë jonë Jezus Krisht është gjithçka. Aje njeh më mirë psikologjinë tonë. Aje njeh më mirë jetën tonë. Aje njeh më mirë problemin tonë. Aje di më mirë vështirësinë tonë. Nuk ka gjë të fshetë. Që të anashkalojmë, thojmë, këte nuk e di kam, thoj Zoti. Këte nuk mundëm ta bëj dot. Lavdi me Zotin tonë Jezus Krisht, të falenderojmë Perëndinën. Shikojmë këtu motra dhe vëllezër, që ditën e parë të javës, pas së shtunës sot në mëngjes, kur ishte ende erë, Maria Magdalena shkoi te varri dhe pas e kur ishte e hequr nga varri. Maria Magdalena, nëse keni lexuar, në thotë të lezotit, që ishte ajo që shërben të Zotit tonë Jezus Krisht, dhe nga ajo, Zotë jonë Jezus Krisht ishte hequr 7 demon. Ishte një grua demonizuar, me 7 demon. Dhe ajo nuk largohesh më nga komët e Zotit tonë Jezus Krisht. E ditë që të thotë, që ishte demonizuar, faktikisht, unë kam vitin e 4 që shkoj në atë vend, dhe është një njeri atje, që nuk e di se sa vite ka, kishte fituar shumë para, kishte bërë një ndërtesë, edhe atë ndërtesën e kalon atje për gjysmë, edhe ata që kanë hyrë brenda thonë që nuk e di se sa tunel ka gërmuar, edhe besoj që është një njeri demonizuar, sepse rri vetë, natë dhe ditë. As drita, as ujë, i çojnë deri në darkët, edhe thërret një emër, është emri i pronarit vllatim, edhe i kërkon ushqim. Edhe tina, vetëm i çojnë ushqim. Edhe po bisedoni me vllanin ditë dhe thash, unë nuk kam frikë. Po mundem, do të vemi të dy. Ti flas. Nuk arritëm të dy. Nuk e di, është viti 4 që unë shkoj të djoja dhe person. Që vërtet. Imagjinoni një njeri demonizuar, kemi gjurë dhe në Bibël, tjetri ishte prindër në përbare, e lidhi me zëqirë dhe i puste, sa e vështirë është tjetra. Tjeshtë me demon. Dhe Maria Magdalena ishte një nga ato që Zoti çlirovi nga 7 demon. Lavdi me Zotin tonë Jezus Krisht, dhe ajo nuk largohesh më. Edhe ditën, besojmë që e kishte gjurë, dhe ajo për ringjalljen e tij, që do ringjallet ditën e 3, por që akoma me dyshime. Shkon ke varri, e shikon varrin e hapur. Varri na futet Zoti dhe kishte hapur një person atje, në shpellë, me i gur, në mal, kështë vëdosë i gur të malë për para, gurin të lëvizur, nuk mori parasysh se kush ta liste gurin, por shkovi atje, por në thotë ka lësot e diku tjetër, për ta me aroma, kështë përgatitur aroma që ta lyni me aroma. Po kur vajti gjeti gurin e hejtë. Pa që Zoti sishte. Ishte vetëm për hurat, që ishte mbështjellë trupi i Zotit tonë Jezus Krisht nga Nikodemi, bashkë me rrejme tjetër, që morën trupin e atij dhe varrosën. Lavdi Zotit tonë. Dhe trupi nuk ishte. Gjërat që ishte mbështjellë trupi i Zotit tonë Jezus Krisht ishin palosur në ato tuaj, në një vend, që mos i kthej
kemi përsëri ta lexojmë sepse megjithëse se vllai tha kohën e ke pak limit, por unë do të kam shumë. Shikojmë që Maria të priste aty. Por ju shfaqen ato të fjallë e Zotit dy engjëj. Vajtën discepujt e tjerë. E pan edhe besuan Pietri me Gjonin, sepse i njoftovi, por Maria përsëri u kthye dhe qëndrovi aty. Kishte mbetur tot jashtë varrit dhe po qante. Kurse dhe i vdekur, ajo kërkonte ta shikonte Zotin Jezus Krisht. Pa, na thotu dy engjëj të veshur me rroba të bardha, një të komës dhe një të koka, e varrit, e thamë, pse kja në grua? Ka njëkër, thotë Zotin tim. Ajo përgjithot, sepse ka njëkër Zotin tim, dhe nuk e di ku e ka mërë. Lavdi Zotin tonë, Aleluja. Edhe, kur kthehet, thotë, usot prapa dhe pa Jezus. Në moment, Jezus Kristi, i pranishë. Sepse ajo ishte këmgull, këmgulli, ishte e para. Nuk është faqë. Nuk që të ndru Pietri aty me Gjonin, ta që parë Zotin tonë Jezus Kristë, parë të ata të rinjallë, sepse o futu ke varri, besuan, po ikën. Që ka rinjallë, po mësuan. Po ikën, nësa Maria që ndrovi aty. E tonë të Zotin. Do të një përgjigje tjetër. Edhe Zoti i shfaqet Marijës. Edhe thot, edhe qante Maria. Por Zotin tonë Jezus Krisht. Edhe thot, o grua, pse po qam? Kërkon, ajo duke menduar se ishte kopshtari, i tha, Zot, po e pa të hequr ti, më tërgu ku e gure, edhe unë do ta marr. Nuk li flasë lidhe me këtë varë. Maria, një grua, nuk e di moshën, që kërkon të marrën trupin e Zotit tonë Jezus Krisht, duke thonë, duke mendur se ishte kopshtari, që ku, në kjo se ke hequr ti, më thoi, po e vendose. Edhe unë do shkoj të marrë. Lavdi Zotit tonë Jezus Krisht. Mund ka ndodhur, që të ndodhemi në për vdekje, dhe një të vdekur nuk mund të agajnë do të një person, akoma një grua. Por besimi që kishte Maria Magdalena ishte mi pa imajtë të shumë, për mendimin ti. Që unë të shkoj dhe amarë, unë të regu ku e vendose. Lavdi Zotit tonë Jezus Krisht, por përgjigje që me ata. E thot, Zoti jonë Jezus Krisht, Mari, edhe ajo që u kthye, dhe atëherë u kthye dhe i tha, Raboni, që do të thotë mësues. Maria, zorin e ti. E njohë zorin e Zotit Jezus Krisht. Më përpara, ishin engjëjt. Sot njerëzit, ka shumë kishe faktikisht, ku shkojmë në Greki, edhe venë, këtu është shfaqur kjo, këtu është shfaqur kjo, këtu është shfaqur kjo tjetër, shumë gjëra. Dhe njerëzit venë atje dhe nëzin këri, adhurojnë ikona, Maria nuk u tha rëndësi engjëjve, sepse Perëndia engjëjt i ka vendosur mbrojtjen tonë, për ta mbrojtur neve. Dërsa Jezus Krisht është shpëtimtari jonë. Është i vetmi emër me gjithë rrugën toksor që është shpëtimtari i njeriu. Edhe Maria thotë direkt për ta adhuruar Zotin. Por si u kthye, e pa dhe gati ta prekte, ta puthte. Por Zoti jonë i tha mos më prek, sepse ende nuk u ngjita tek anti im. Por shko
edhe u thuaj vëllezërve të mi, u thuaj atyre se unë po ngjitëm të ati im dhe ati juaj të Perëndia im dhe Perëndia juaj. Lavdi Zotit tonë Jezus Krisht. Falenderojmë Zotin e. Do Zotit dhe sot që ta pranojmë Zotin tonë Jezus Krisht si atin tonë, si atin e Perëndis, si atin e Zotit Jezus Krisht, sepse këtu thot këshuën shkote vëllezër të mi. Mendoni që Zoti jon Jezus Krisht na quajë vëllezër, motre, bijtë e tij, miqtë e tij. Lavdi me Zotin tonë Jezus Krisht. Është i përkurem në ti, aleluja. E atëherë Maria Magdalena shkoi dhe u njoftoi dishepujve që kishte parë Zotin dhe se ai i kishte thonë këtë gjë. Jemi të lumtur, që këto fjalët e Zotit tonë Jezus Krisht, u transmetun nga Maria Magdalena, i lexojmë në anëvesor dhe i besojmë. Nuk do të dyshojmë. Por asnjë gjë në Shkrimin e Shenjtë. Kemi dëgjuar edhe përballemi shumë herë që fjala e Zotit është e vërtetë. Kush e di, si u shkruajt, ku u ruajt. Por Zoti jon Jezus Krisht një fjalë që thotë është qielli dhe toka do kalojnë, thotë fjalët e mia nuk do kalojnë. Edhe unë jam i bindur që çdo fjalë që është shkruar në Shkrimin e Shenjtë është e tij. Mbase njerëzore mund të jenë për gabime. Në drejtë shkrim, fjalë mund të jenë për këtyr gabim. Na grekisht janë në Shqip, sepse unë kam Biblën që besoj që ka për këtyr Kristoforidi, mos ka boja, edhe e di që janë për gabime në fjalë, por i gjithë shkrimi është po dhe amin për mua. Besoj që dhe për juve tjetë po dhe amin, dhe dëshiroj që tjetë po dhe amin, dhe mos të dyshoj. Por këto fjalë, t'jenë fjalë që një dite në përmjet këtyre të takojnë Zotit tonë Jezus Krisht. Kjo se e presim atë, e besojmë atë që na ka bërë premtimin. Nuk do të marrim bota, as trememi nga bota. I Krishti nuk tremet. Do të themi diçka. Për veten time, në fillim kur besova dhe unë, ishte koha e luftës në Kosovë. Nuk e dija kam thonë njëherë, kur besova, edhe isha në fillim besimit, thëshëm, kur na marrin ushtarë dhe neve? Me po djova një predikim në ato ditë, që e këshin marrë ushtarë. Dhe një nga ata besimtarë, kështë marrë një Bibël dhe kështë futur në qetë. E marrë këtu dhe lexova edhe pasere, edhe gjatë luftës, i vetët plumi, e godet, edhe ajo Bibla që ishte në qetë, qëndron plumi ati, në Bibël, i shpëtori e. Edhe me këte, me gjithë se Zotë nuk e gjore në kohë, dhe në shikojmë dhe sot. Me Zotë të vendosim dhe të bëjmë hirë që tullën gjakat, por shikojmë që nuk ka mundësi, sepse gjithë këto do ndodhin. Shikojmë Rusi, Ukrainë, shikojmë Iran, SBA, Izrael. Njerëzit janë negësur dhe kur ishëm në Greki, flisin shumë këtë për popullin e Izraelit, dhe shqiptarë akoma. Ka patur rasti që bisedonim, me gjithë se sot ata nuk e kam, ata e presin Jezus Kristin akoma, edhe nuk besojnë, sepse Zoti Jezus Krisht nuk erdhi që ta vendosë mbretërinë e tij me luftë, erdhi me paqe, me dashuri, sepse në momentin e arrestimit Zoti jon Jezus Krisht nuk kërkoi vendim. Pietri sigurisht u ngrit në zori shpatën dhe i preu veshin, shpëtoi krye priftit, por Zoti tha, nuk ka mundësi unë tani, që lutem Atit të dërgojnë 12 legionë me egjër dhe të zdukin gjithçka. Po për këtë herë. Zoti jon Jezus Krisht erdhi për kriju mbretërinë e qiellit, jo mbretërinë e Izraelit. Dhe mbretërinë e qiellit
Nuk është vetëm populli i Izraelit. Jemi dhe neve. Gjithë si kombë. E gjithë bota. Do Zoti dhe atje ku bëhet luftë sot. Por një diçka që po bisedone me vllain, thash që nuk e di, por besoj sepse Zoti thotë që fjala ungjilli i mbretërisë do predikohet në gjithë rrugën toksor. Dhe mbasa është dhe kjo një diçka që dha atje të hynë lajmi i mirë. Sepse Zoti do marrin popull nga gjitha kombat, nga gjitha shtetet. Por Zoti nuk ka armik. Armiku kryesor i Perëndisë dhe i gjithë popullit është djalli. Ai kërkon shkatrimin e njeriu. Zoti erdhi me dashuri. Dhe thash në fillim, e thotë fjala e Zotit për unë, që Perëndia e dëshi gjithë botën. Nuk bën ndarje as Palestinë, as Iran, as Korenë e Veriut, akoma që janë vende ekstremiste, por besojmë që gjitha këto do arrijnë që dhe në këto vende ku janë ekstremistët të hyjnë fjala e Zotit. Do ndodhin gjëra, do ndodhin luftra, gjërat janë vështira, shumë thonë njerëz. Bisedoj me një person tjetër, po e them në këtë. Ai nuk beson që Zoti është pa Zot, i thonë, por unë gjithmonë në sajrë që kam folur atje në Greqi flasim, i kam folur për Zotin dhe në thamë do flasim, thamë mas datës 1 janar. Çfarë do ndodhë? Thashë nëse do jemi këtu, do të leju Zotit, jemi akoma këtu, do të marrëm telefon. Nëse do kemi ikur, nuk kam qësi. Por, gjithsesi, nuk do të tremi. Sepse Zoti nuk të lejojnë të na tundojnë për te fuqive tona. Dhe Zoti nuk të lejojnë luftë shkatrimtare, luftë bërthamore, se disa mendojnë do të flasin lufta bërthamore. Kështu thonë. Kurse fjala e Zotit na thotë ka vendosur 4 ejë. Në të 4 cepet e dheu, që nuk lejojnë luftën e tretë botërore, sepse lufta e tretë botërore është një luftë shkatrimtare, bërthamore, që çdo gjë do shkatërrohet, qytetet e kombëve do dobinë. Prandaj mos na lëshojë zemra, sepse Zoti ka parë do vi të marrin kishë. Neve qëllimin të kemi, të arrijmë mbretërinë tjetër. Dhe Zoti pa marrë kishën e tij lart në qiell, nuk do lejojnë luftë bërthamore, por te janë bindur. Keni dhe ju bindur. Amin. Zoti na bëjë.